me banaturën mbyllësore pasuma. Rreth 40 vite që ju shërben një fermerëve në Kosovë. Na sot kemi ardhur që bashkërisht me ty kemi me bëu edhe mbjelljen e fidane, po kemi me tregu produktet që i marrim prej një banatori bujqësore, të cilat na duhen. Marrëm të dyja palët, shkojmë jashtë dhe e demonstrojmë në mbjelljen. Është rëndësishme para mbjelljes finale më ushtru mulçi, për shkak të eliminimit të barojave. Analizat e tokës janë jetike për kultivimin e një kulturi, sidomos slimet thithse janë shumë ndihshme. Është një gisht mbi qafën e rënjes. Tek domati edhe tek atraveti. Lirimi bazë bëhet para mbjellit. Është edhe ky plehu që e kemi këtu. Mund shtoni pleht të balancuar, azot, fosfor, kalium me proporcion 10-10-10. Plerat përdoren, është mirë të përdoren racionalisht, mos të tepruohet me doza. Presin deri në fazën e fundit, smundjes ose dëmtimit, pastaj kërkojnë ndihmë. Ka smundi korpodhore ndryshme, përmenda më herët bitiumin, që domethënë është kalbizim i qafës të rënjes, se shohim domethënë pak përmi tokë, është i farë kalbizimi edhe rrëzohen fidanet për tokë. Te solanorët kryesisht speci patogjani janë fitoftora që domethënë. Edhe gabimet më të mëdha edhe ndoshta që mundet më evitu shumë lehtë është. Nëse shihni insekte, ju domosdoshmërisht duhet me përdorë insekticid menjëherë, sepse nuk ke nevojë. Nëse janë sasi të vogël nuk shkaktojnë dëme të mëdha. Shpesh ka pak, ndoshta me çdo ujitje, ka pak plera. Ka ndonjëherë shoqet mungesë magnezi, mungesë kalciumi që mundet mu plotësuar mungesën me një spërkatje foliare në gjithë. Po shpresoj që në këtë fazë të pranverës mjaftueshëm ju kemi informuar për mbjelljen adekuate, cilat gabime zakonisht po i bëjmë edhe cilat janë metodat e duhura. Për informacione më të hollësishme në sektorin e bujqësisë, çdo të diel nga ora 17:40 Fara, emision me Dafin Millakun.